Më vlen përshtypje e gjitha kjo, me siguri është një ideune sakt për target grupin që keni pas dhe është një shpjegim i shkurt, i qartë, shumë i mirë dhe unë po besoj keni shpërndar këto edhe tek qytetarët juj edhe ata të cilët i keni taku. Në të vërtet, duhet të theksoj që ne në fushat flasim me të njëjtën gjuhë, në kuptimin e të njëjtave metoda të përcjelljes së mesazhit, sikurse krejt shtetet anëtare të Euromelanomës. Vetëm se e njëjta fletush përkthehet në gjuhë të ndryshme, kudo që shpërndahet në shtete të ndryshme. Kështu që shkojmë me të njëjtin slogan, me të njëjtën ideologji të fushatës së këtij viti. Po du më ndalë doktorisht një pjesë që mu më lënë shumë përshtypje dhe unë besoj shikues janë kurreshtar se parandalimi i kancerit edhe tipet e lëkurës. Gjithmonë nuk e di nëse është meta apo e vërtet. Herë thuhet që bjondet janë ata që janë më të predispozuar, lëkurkuqët janë më shumë të prekur. Hajtë ta ndajmë pak këto, me që edhe këtu i pas këndohet shumë mirë. Ne këtë i kemi shpjeguar dhe fëmijëve kur shkonin nëpër shkolla dhe afroheshin e vendosnin dorën te ky diagrami për gjetë cila është tipi i lëkurës. Asu nuk po e di cila jam unë. Zakonisht në shtetin ton 2-3-shi. Po, 2-3-shi të na me qenë. Janë më në mas. Sa më e vogël numri fototipit, se i kemi nga 1 deri te 6, sa më afër 1-shit, aq më predispozuar për të prekur dhe për të djegur nga dielli. Dielli i do më shumë këto lëkura, janë më pak të mbrojtura, kanë më pak melanin, por nuk do të thotë që edhe afrikanët nuk kanë melanoma. Ne e dim që nga 10 raste me kancer të lëkurës, 9 prej tyre shkaktohen nga rrezet ultraviolet. Po një mund të jetë për shkaqe gjenetike në zona që nuk janë fare të ekspozume, nuk janë të fotoekspozuara, kështu që ka edhe arsye të tjera, por arsyeja kryesore janë rrezet ultraviolet. Por edhe ka, shkaktarë të tjerë. Abuzimi me rrezet ultraviolet, se nuk jemi kundër diellit. Jo, absolutisht, që mos na keq kuptojnë edhe qytetarët. E tha edhe vetë që marrja e rrezeve të diellit është e mirë, derisa kujdesimi, marrje me SPF-in apo mbrojtësin, faktorin mbrojtës çdo 2 orë, pastaj kujdesimi që rrezet e mëngjesit dhe të mbrëmjes ti marrim pak më shumë se sa ato të mes ditës, detajet të cilat ua keni shpjegu fëmijëve në shkolla, unë shpresoj shumë që përmes emisionit i transmetojmë edhe tek qytetarët. Është data 25 maj kur emisioni transmetohet, mbesin edhe pak ditë deri në fund të majit, fushata do të vazhdojë, e keni menduar? Ndërkohë që flitim për target grupet, sigurisht vazhdojnë fushatat për vende të ndryshme, e fundit është e Gjilanit, ndërkohë që ligjëratat vazhdojnë, së fundi kemi marrë një ligjërat me katedrën e dermatovenerologjisë për target grupin janë studentët e mjekësisë që nesër ato do përcjellin zërin ton, ka qenë shumë interesante, ndërkohë që planifikohet edhe një ligjërat me mjekësinë familjare. Mjekët familjar janë hallka e parë e zinxhirit, ato që të parët e shohin pacientin para se të vinte dermatologu, kështu që shumë e rëndësishme sa më shpejt ato njohin një lezion të rrezikshëm, ndoshta thjesht edhe duke auskultuar pacientin, aq më shpejt mund vinë në dermatologji, kështu që janë shumë të rëndësishëm për ne edhe ata, si pjesë e edukimit shëndetësor. Kështu që planifikohet një ligjëratë e fundit me datë 28.